që nga vitin 1913, kur konferenca ambasadorëve në Londër e ndau Shqipërinë pothuajse në dysh, Kosova si trevë gjeografike mbeti jashtë asaj Shqipërie londineze. Për një shekull mbrapa, në këtë territor pat përpjekje dhe sakrificë për të shtruar. Kishte burgosje, vrasje, tortura, përdhunime e çka mos tjetër, por nuk u arrit qëllimi për gati një shekull. Ishte viti 98 dhe 99 i shekullit 20, i cili u kulorëzua me sukses. Masaktësisht data 12 qershor shënon edhe fundin e një epoke të robërisë dhe e hap një epokë tjetër, atë të lirisë. Por cila ka qenë përpjekja, sakrifica e shqiptarëve, dhe pse u kulorëzua ajo përpjekje një shekullore me sukses vetëm në fund të këtij shekulli, sot e kam të ftuar një profesor universitar për diskutuar mbi këtë çështje. Me mua në studio është profesori Selim Bezeraj. Profesor, mirë se keni ardhur, e faleminderit shumë që keni gjatë kohë fillimisht. Faleminderit për ftesën. Atëherë pa humbur kohë kështu, fillimisht më intereson për juve si profesor që çdo ditë keni punë me studenta. Sa e njohin historinë më të re të shqiptarëve brezat e ri? Po është një sfidë për shkak se periudha me cilën ka kulmuar me luftën çlirimtare në Kosovë nuk është e prezantuar aq shumë për shkak të situatës së krijuar me kurrikulën e re në Kosovë, për shkak të fuzionimit të orëve mësimore, nga se u dha një lloj perceptimi që më shumë të fokusonin në lande të tjera se sa në histori, dhe kjo nuk dha hapësirë pastaj për ta trajtuar në aspektin lëndor periudhën e fundit të luftës çlirimtare. Por, gjithashtu as historinë nacionale në këtë rast dhe historinë e shqiptarëve në Kosovë, pra nga periudha që ju e hapet emisionin nga viti 1913. Kur na ndau konferenca e Londrës, kur u ndan shqiptarët. Pra prej asaj periudhe deri te data e pavarësisë së Kosovës, pra ne kemi njësi mësimore të cilat duhet t'i inkorporojmë, t'i ngjeshim dhe kështu që nxënësit ju ofrohet një informacion bazik, po jo i detajuar. Ju jeni edhe autori i librit për klasën e 9-ta, ku flet pikërisht për këtë periudhë. Sa është e vështirë ose sa është e drejtë, më mirë me thonë se e vështirë, po, me e reduktuar në 2-3 njësi mësimore një shekull sakrifice, një shekull përpjekje që është më e rëndësishme i historisë tonë? Për një ka qenë një lloj përgjegjësie e madhe, për shkak njëra nga elementet ka qenë t'i përmbahemi kurrikulës, për shkak që teksti jetë në harmoni me kurrikulën, dhe çështja e dytë është ajo përmbajtësore, pra se çfarë do t'i ofrojmë në ata rreshta nxënësve që të mësojnë. Pra duke pas parasysh se për periudhën e fjalë kemi shumë personalitete, kemi shumë ngjarje, kemi shumë zhvillime dhe të cilat të mos i lëm anash dhe t'ju ofrojmë si bazament për ta pasur si informacion, dhe natyrisht që është dashur t'i ngjeshim fjalit, t'i shkurtojmë ato, t'i rishojmë tringat tërherë, dhe kësaj pra ka qenë një sfidë shumë e madhe. Unë kam një konsiderat të madhe për gjitha ta mësimdhënës të cilët janë duke përdorur pra librin, dhe cilët ndoshta te i kalojnë disa elemente caktuar. Kompetenca që i kanë për orën. Për orën duke i ofruar edhe më shumë informacione se sa që janë faktikisht në libër. Dhe kjo është një ndihmesë e madhe që e bën edhe autori edhe mësimdhënësi në gjatë periudhës kur i ka zhvillimin e orëve. Kështu që unë konsideroj që ato që janë nuk janë të mjaftueshme, por që duhet të ndryshohet kurrikula. Nga 13-at që t'i japin kontekst për memorinë të 12 qershori ose çlirimi i Kosovës, përfundimisht 1999, nga viti 13 na kemi përpjekje të elitave politike të kohës, aq sa kanë qenë politike se më shumë edhe patriotike, me që ja ka imponuar historia. Dhe në këndvështrimin tonë për këto 100 vite gati, cilat janë përpjekjet më serioze shqiptarëve që detyrimisht do të më ditë një i ri sot, me që unë konsideroj të pas një përvojë paraprake në fushën e arsimit, shumë të ri tonë nuk e njohin këtë pjesë historisë. Mendoj që lufta e fundit është përpjekja e vetme e shqiptarëve mos shirue, pa e njohur një shekull para histori. Po. Elementi kryesor që natyrisht edhe prezantohet, do duhet të niste me dy figurat qendrore të shqiptarëve të Kosovës, me Hasan Prishtinën dhe Isa Boletinin, pra dy nga personalitetet të cilat pas pavarësisë së Shqipërisë
që une i referohem si pavarësia e shtetit shqiptar, pavarësisht që asaj që rrjedhoja që ndodhi në konferencën e ambasadorëve në Londër, ja atribuoj ma në vonë emrin si pavarësia e Shqipërisë. Të këta dy shohim një përpjekje të vazhdueshme që shqiptarët që mbeten jashtë kufirit të shtetit shqiptar të çlirohen dhe të bashkohen me shtetin am. Pra ky ishte një momentum i parë që do duhet ta njihnin dhe besoj që e kanë të gjithë në tekstet e tyre mësimore, e kanë dhe i ofrojnë nxënësve. Një element që du me nxjerr nga ajo periudhë deri më sot është pikërisht personaliteti i Isa Boletinit, i cili në momentin që qëndronte pra në Londër, si pjesë e delegacionit të shtetit shqiptar atje, Ebri Herberti na sjell një informacion që është shumë i rëndësishëm për atë, ku thotë që gjatë ditëve të qëndrimit në Londër organizoi një vizitë në kopshtin zoologjik, pra që në Londër, dhe natyrisht ajo që rrjedh në fund të fjalisë diskutimeve thotë që për mua është e rëndësishme liria. Pra, nga ajo kohë dhe deri sot, ne kemi për të shumë personalitete idenë e lirisë. Pra, ideja e lirisë përcjellet për shkak se shqiptarët mbeten përsëri të pushtuar në Kosovë dhe natyrisht u dash një shekull që fjala lirit përcjellet nga Isa Boletini deri te Adem Jashari. Pra, një projekcion shekullor ku ka nënkuptuar më e vlefshme, pra, du me nxjerr këtë element të lirisë që ne e shohim të shumë ngjarje dhe të shumë zhvillime që ju po e keni edhe fokusin, është ideja edhe tek demonstratat e vitit 81, pra të gjitha ata burgosur politik që kanë qenë të asaj kohe, ka ekzistuar pra ideja e lirisë, pra jo e lirisë individuale çaj të dalë nga burgu, po ideja e lirisë së popullit Kosovës. Liria kolektive. Dhe gjithashtu të intervista që e shohim që ka heroi Femila Droci, që i thotë më e shtrejtë është liria se sa jeta. Pra kjo është një histori pra lineare që e shohim të gjitha personalitetet për gjatë tërë shekullit të 20 që ideja e lirisë në Kosovë ka qenë e brymosur dhe natyrisht që kanë luftuar për ta sjellur lirinë. Pra, deri te tema që ne e kemi pra që kemi ardhur dhe tema boshtë. Po para se me një te kjo pjesa, mu intereson një send. E vërtet që ky amaneti, mi thonë, me që testamente pak kemi pas shkrume, ky amaneti i lirisë për sjell brez pas brezi. Vetëm se kjo dëshira jonë, ky projekcioni jonë për lirinë, nuk ka qenë lineare dhe unik të gjithë brezat. Disa e kanë pa me shtigje tjera lirinë që shme realizu, disa tjerë. Shembull e marrim dallimet politike me shqiptarëve, ku ato theksonte lufta dytë botërore. Por asnjëherë të asnjë brez, liria nuk ka qenë pa ekuacionin mbrapa bashkim me Shqipërinë. Madje me këto e nisë luftën edhe UÇK-ja. Pavarësisht mënyrat që kanë pa, kontekstin neve na ka mundësue me arrit atë synim një shekullor historik. Dhe vim tani te tema kryesore. Në 97, kur del UÇK-ja në skenë, por ju si historian, edhe ata kanë pas synim bashkimin kombëtar. Kanë luftuar me atë betim. Ka qenë ai betimi kur e fut në betejën e ushtarit që kresës e para se me nisë në betejë. Në kanë vështrimin e ju si historian, çfarë kthese historike është dalja e UÇK-s në skenë? Ose organizimi i saj paraprakisht? Ne nuk mund të harrojmë pra një trajektore që ka nisë pra në fillim të viteve të 90 në Kosovë. Pra ajo ideja e rezistencës së armatosur. Pra ideja e rezistencës së armatosur në Kosovë nuk është pas viteve 95 ose 96, ajo buron që nga fillimi i viteve të 90-ta. Pra, me grupet e para të cilat janë dërguar në Shqipëri për të stërvitur dhe pastaj për të konsoliduar si grupe brenda Kosovës dhe për të kryer aksionet e armatosura kundrejt policisë, stacione policore serbe në Kosovë. Dhe natyrisht, pastaj kemi ngjarje të mëvonshme që e thyr një lloj perdje të asaj heshtjes që po ndodh akoma mbi situatën në Kosovë. Pra, dhe kjo heshtje
ra dhe kjo perdje ra, do mon edhe u mund frika, pra ideja ishte që të mundet frika, dhe natyrisht demonstrata e 1/8/97 e thënë do mon këtë perdje të frikës edhe të asaj që kanë nënkuptu rrugën e armatosur për çlirimin e Kosovës. Pra, nuk ka rrugë tjetër që mund të vi deri tek liria sesa rruga e kapjes së armëve dhe luftës në Kosovë. Dhe natyrisht që ne kemi dy ngjarje që i paraprin asaj që është vrasja, pra rënja e mësuesit, pra nga Llausha, që është edhe një momentum tjetër që është rënja e Adrian Krasniqit, pra si një nga luftëtarët e UÇK-s, i cili pra si pasojë e realizimit të aksionit të armatosur kundrejt stacionit policor në Kliqin, pra bie heroikisht. Pra janë këto dy ngjarje të cilat më japin sinjalin që përfundon një epokë ku shqiptarët friksohen. Po. Këto janë dhe nuk duhet harruar që me emblem të UÇK-s, pra që duhet me potencu dhe që është, unë e konsideroj që është edhe dëshmori i pari UÇK-s ose heroi Zahir Pajaziti, pra me 31 janar 1997, pra është viti 97 është viti i kthesës së madhe për Kosovën, dhe natyrisht që dalja publike e UÇK-s, pra në një datë historike po ashtu, jep simbolikën e saj që të gjithë të cilët janë të gatshëm pra për të marrë pjesë në luftë, lufta tani më ekziston dhe ushtria ekziston. Ishte më e pashmangshme tashmë atë kohë. Nuk ka më momentum tjetër që mund ta ndryshonte ngjarjen se sa ajo dalje publike e UÇK-s, prandaj që të gjithë ata që kanë qenë të gatshëm për luftë, pra po e them këto, të gjithë ata që kanë qenë të gatshëm për luftë kanë pas ma uzimet adekuate dhe kanë pas ma pikën referente adekuate, sepse ushtria tani ma është publike, pra nuk ka ma veprim të fshetë, si që ka qenë ma heret. Deri atë kohë. Deri në atë kohë, dhe tani e tutje gjithçka ekziston dhe ka pra emblem, ka adres, ka emërtim këtë rast. Unë e thash në fillim të emisionit që shumë pak, ose shumë të ri, në fakt, din pak për historinë paraprake. UÇK-ja padyshim është gorilja më suksesshme në historinë e kombit shqiptar, besoj. Nuk ka një rast dytë që krahasohet. Ne kemi pas e tjera organizime ushtarake, qetet Azem Galicës, Jugosllavinë e parë, shqiptarë luftën në dytë botërore, pavarësisht ka qenë pozicionuar, nuk pëhim aty diskutimi, kemi pas lëvizje ilegale, por veç UÇK-ja e ka arrit qëllimin. Ku po du me dalë është kjo që këto lëvizje paraprake nuk kanë qenë ma pak patriotike se UÇK-ja, por nuk e kanë lexuar një kontekst, ose ka qenë konteksti ndërkombëtar në favorin e tyre. Këtu na del UÇK-ja me një dimenzion që e kanë njohur pak edhe zhvillimin diplomatik ndërkombëtar, edhe ato të Jugosllavisë, të cilat veç po shkërmoqej. Ndërkohë neve kemi një përfiturim që UÇK-ja kanë qenë thjesht dorë rebel, që kanë refuzuar me të rregulla, rrjedhimisht e kanë kap armën. Atë do ky reduktim i qëllimshëm edhe i tmerrshëm që i bën kësaj guerile, ku ja theksojmë veç dimensionin e aftë për luftë, jo aftësinë me lexu edhe një zhvillim ndërkombëtar e rajonal. Në këtë pikpamje ekziston një krahasim shumë i drejtë në histori që mund të bëhet në raport me atë se çfarë roli ka luajtur diaspora. Pra çfarë do thotë diaspora? Të gjithë shqiptarët të cilët për qëllime dhe arsye të caktuara të përndjekjes kishin emigruar jashtë Shqipërisë në atë kohë që kemi pas vatrën, dhe natyrisht shqiptarët nga Kosova të cilët u detyruan të largoheshin nga përndjekja serbe. Dhe shumica prej tyre, pra krijojnë kontakte të tyre në të gjitha ato qendra ku ishin për Evropë dhe në botë. Qendrat kryesore, po, Gjermani. Qendrat kryesore. Dhe natyrisht që derivati që doli pra me UÇK-n, këta nuk ishin personalitet ose personat të cilët nuk ishin backgroundin e të shkolluarit. Pra nuk ishin njerëz të cilët nuk ishin avancuar në aspektin intelektual edhe të përfundimit të studime, për shkak se shumica prej tyre ishin të përndjekur politik dhe shumica prej tyre ishin të diplomuar nga Universiteti i Prishtinës, pra ku është baza e një
institucioni prej të cilit ka buruar edhe vetë çdo zhvillim edhe vetë ky organizim ushtarak. Pra, UÇK-ja nuk është vetëm organizatë ushtarake, por është organizatë dhe politike, për shkak se plani i saj ka qenë, sado që ka qenë ushtarak, ka qenë dhe politik, pra që e kanë nënkuptu politik, gjetjen e rrugëve politike për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Pra, nga secila luftë që përfundon, duhet një tryezë diplomatike për ta mbyllur një luftë. Por mi sankcionua ato marrëveshjet që burojnë. Pra, historia na jep një mësim të tillë që ne kemi pra shumë situata ku pa tryezë diplomatike nuk ka përfunduar asnjë konflikt ose asnjë luftë. Dhe natyrisht që krejt brezi i diasporës, pra që flasim të emigruar që ishin në atë kohë, organizuan pra këtë veprim ushtarak në Kosovë. Dhe kjo është një nga situatat të cilat ne ma e kemi të qartë, për shkak se edhe kemi dëshmit origjinale autentike, po kemi edhe të mbijeturit edhe personat që kanë kriju, për që është shumë e lehtë të ardhja e gjykimit të drejt për drejt të asaj situate. Që të flasim pak ma vonë në këtë pjesë, sa është e zoshme mu shkrua historia ma re. Po, qesha që është më rëndësi, se ju si historian, e njihni që historia proces, si me thonë ngjarja e prodhon ngjarjen. Në këndvështrimin e juaj, në leximet e juaja, sa ka në arritur mësue shqiptarët, me që të fundit ishim ne ata që e bëm luftën Jugosllavi kundër asaj armate jugoslave, para prakisht Slovenia, shkurt, Kroacia, Bosna. Sa kemi mësuar na prej gabimeve tyne, se e shohim shembull një element radikalist fetar, që ka qenë i papranueshëm edhe për krahun pacifist Ibrahim Rugovës, edhe për UÇK-n. A kemi pas fat, edhe a ka pas aty njerëz ose, si më thon, struktura që kanë arritur mi lexuar gabimet e fëqinjve tonë ose atyne që kemi jetuar bashkë në atë konfederat? Ajo që është ma thelbësore për me potencu në këtë rast është se lufta në Kosovë është lufta më shkurt që është zhvilluar pas të më thonë Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Po. Nëse marrim si luftë në kuptimin e intervenimit të NATO-s, pra nga periudha 24 marsit deri me 90 qershorin 1999. Por edhe nëse vazhdojmë si koncepti tillë pasaj për ta përcjellur më tutje, nga numri i viktimave, pra nga numri i të vrarëve, që është po ashtu për nga numri ne kemi qenë me një numër më të vogël, por kjo fal e vetëdijësimit të faktorit ndërkombëtar. Pra, pse e them këta vetëdijësimit të faktorit ndërkombëtar në raport me Slobodan Miloševićin, për shkak se Po, në atë pjesë po. Intervenimi tyre i shpejt për ta parandaluar një krim si në Bosnë. Po, një përsëritje të një gjenocidi të tillë siç ka ndodhur në Bosnjë, kjo i dha domethënë dimension të ri luftës në Kosovë. Pra po flasim dimensionin e ri të luftës në Kosovë. Dhe natyrisht për me dalë tek ajo që ju po e përmendni dhe po tensioni, është edhe një element tjetër që ne mund ta shohim si proces shumë i rëndësishëm këtu. Nëse UÇK-ja nuk kishte arritur rezultatet të saj, pra si luftë e tillë, natyrisht që nuk do të mund ta kthente edhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Pra së pari është pa rezultati çfarë po sjell UÇK-ja dhe pastaj për me ardhur tek një koncept i mëvonshëm edhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian. Pse po e them këtë? Ne kemi disa deklarata të cilat janë të përfaqësuesit të zyres amerikane në Kosovë, të cilat nuk janë shumë të mira në fillim të shfaqjes së grupeve të armatosura në Kosovë. I cilëson si terroriste. Dhe pastaj ndryshimi ose evoluimi aty për shkak se shohin qëllimin sakt çfarë ka UÇK-ja dhe veprimet e saj dhe mënyrën e funksionimit. Një pastërtim proces, mund. Absolut. Dhe natyrisht që UÇK-ja e pastroi veten mbi bazën e veprimeve të saja të drejtë për drejta në luftë të armatosur kundrejt pra regjimit serb, regjimit të Miloševićit.
Dhe natyrisht që kjo e përjashtoj çdo mundësi të inkorporimit të atyre çfarë do etiketimi që mund të ketë ndodhur nga brenda apo nga jashtë, ose nga ajo që ju thate potencut që është konceptuar nga politika serbe dhe është proklamuar në botë që këta janë domethënë me elemente të tilla që natyrisht ka qenë dëmtuese për vetë si tërësi të luftës. Dhe natyrisht që pastërtia u pa sepse veprimet e tyre e spastruan UÇK-n nga çdo veprim i tillë. I prekim pak disa momente kyçet luftës, për mi dhënë kuptim pastaj këtij 12 qershorit që është si data simbolike e çlirimit në tanësitë Kosovës. E përmendët një tetorin e kthesës, kur një shtresë goxha, si më thonë, e ndjeshme në shoqërinë Harion Student, por herë parë dalin me një aksion kështu politik, par excellence politik, e kemi 29 dorin vrasjen e mësuesit Geci në Laush, ngjarja e Prekazit e me radhë. Këto elemente, sa janë studiume sot në historinë tonë, sa janë trajtuar drejt paktën, me që paraprakish ose paralel kemi një krah paqës që ka pas një qendrim tjetër, nuk pijim cilësime, se nuk është sot diskutimi jonë. Sa është e zorshme mu shkrua historia në mënyrë reale, të paktën 26 vite mas i ka përfunduar proces. Së pari, në aspektin kohor, ne gjindemi në kufirin e fazës së parë, pra 30 vjet nga ngjarja, që të kemi dokumentet e shkruara, pra dokumentet e shkruara të cilat nuk janë të një rëndësie top sekret apo konfidencial. Për që është dokument i rëndomt, të deklasifikuat dhe të ofrohet për publikun. Për studim. Pastaj, për më ardhë deri tek ato që janë dokumentet e klasifikuara dhe dokumentet të rezervuara për opinionin publik pas një periudhe 70 vjeçare ose 100 vjeçare. Kjo për të ikur atyre të cilët jetojnë sot. Pra, në momentin që ti fillon me shkru historinë, mund ta kesh një reagim të caktuar nga cila do palë. Prandaj, për të ardhur deri te realiteti, pra që historia pretendon që të jetë e vërtetë besueshme reale. Afër të vërtetës paktën. Afër të vërtetës, ne kupton që ti përmbush këto afate kohore. Dhe ne jemi po ashtu dëshmitar të asaj, disa kemi përjetuar luftën dhe të tillë që kanë bërë luftën dhe të tillë që kanë bërë dhe paqen, pra që janë figura të rëndësishme të historisë tonë dhe natyrisht që disa gjëra nuk ka shumë nevojë që të pritet afati kohor, për shembull për elemente të caktuara që thotë kur ka ndodhur një betejë, si është zhvilluar një betejë UÇK-s, ose në këtë rast epopeja UÇK-s që ka qenë me epopejën e Prekazit, ose e Glogjanit dhe këtë me radhë. E tjerë ato nuk ka nevojë, domethënë që ato janë fakte. Të pritet. Interpretimi është problem, kom përshtypjen. Dhe pastaj tek çështja interpretimit, ne nuk besoj që në këto pika madhore, pra në këto ngjarje madhore të historisë, mund të ketë dilema sot sa i përket këndvështrimit edhe të opinionit edhe të këndvështrimit të historianëve në Kosovë, për shkak se 5, 6 dhe 7 marsi janë datat me cilat ka ndodhur epopeja UÇK-s, zhvillime që ka ndodhur aty me komandantin Adem Jashari dhe po ashtu edhe beteja ose epopeja e Dugaxhinit që ndodh pra me 24 mars 1998, pra me figurat qendrore që janë aty dhe me zhvillimet, nuk besoj që ka tendenca për ta dhënë një interpretim pak më ndryshe. Gjithato ka diskutim, debat, dëron zemër jo shkencor, kush i ka meritet e çlirimit. Një pjesë pretendojnë, se unë nuk jam për asnjërin ekstrem, që është ekskluzivisht krau i luftës, një pjesë ekskluzivisht krau i paqes. Por për te këtij diskutimi që s'po dhe me bo sonte, është çështja këtu. Në këndvështrimin e juve, cilat janë figurat kryesore që përfshihen ose që kanë, si më thonë, janë aksionarët më kryesorë, se ka aty gjithë forma ndryshme që kanë kontribuar. Po aksionarët më kryesorë që e kanë mundsuar më art në atë 12 qershorit, te çlirimi i Kosovës përfundimisht nga ai sondimi shekullor serbo-jugosllav. Nga këndvështrimi i juj. Ne kemi shumë personalitete. Po. Pra që në qoftë se ne
ndalemi në kufizimet e tilla, për shkak se ka dhe personalitete ndërkombëtare, pa cilat E kemi si pikë mbrapa. po ashtu pa ato nuk do të Nuk i shkon e mundshme më bon realist dhe në fund. Absolut. Ne kemi lëvizjen që janë të viteve të 90-ta, për që nuk mundemi me mohu, për shkak se ne kemi një organizim të një lëvizje gjithë popullore, Shumë i nevojshëm për kohën. që kanë nënkuptu shkputjen nga ajo ideologjia politike e kohës dhe nga ato institucionet që i trashëgoj tash regjimi Miloševićit që i mori. Dhe natyrisht që kontributi në atë kohë, për atë periudhë dhe për organizimin e shqiptarëve në atë kohë, pra që të mos metin pa një busull, pa një orientim edhe politik, natyrisht që është merite dhe asaj lëvizjes që ka qenë si derivat që mandoj formohet edhe partia edhe të cilën e udhëheq Ibrahim Rugova. Por, kjo lëvizje nuk kishte më efektin e saj pas 95-ës, për shkak se me marrëveshjen e Daytonit, çështja nënkuptonte se çështja e Kosovës nuk zgjidhet me një proces të tillë politik. Në atë filozofi që ka besuar. Politik. Po, politik, po. Ndërsa për luftën e armatosur, pra që paralelisht ne shohim, është natyrisht komandanti Adem Jashari, njëri prej të cilëve liria jo nuk ka kuptim sot. Themeli i lirisë tonë. Absolut, dhe gjithçka që ka derivu pas inkuadrimit të tij, pra që nga koha inkuadrimit e tij në grupet e para të armatosura dhe deri në rënjën e tij, dhe natyrisht rënja e tij u bë kushtrim për vazhdimin e luftës deri në çlirim. Pra është një nga personalitetet që i ka dhënë kuptim lirisë dhe çlirimit të Kosovës. Dhe natyrisht që në atë finalizimin e asaj që mund ta quajmë si përpjekje tani edhe politike dhe ushtarake, pra që si një filozofi e përbashkët dhe e cila ishte domosdoshme për kohën, natyrisht që është ai i cili udhëhoqi diskutimet nga pala shqiptare në konferencën e Rambujës, pra Hashim Thaçi, dhe i cili pastaj është edhe një nga figurat kryesore edhe të çlirimit edhe të pavarësisë së Kosovës. Kur jemi të 12 qershorit, dita e çlirimit, që është simbolika e çlirimit të shqiptarëve të Kosovës, prap ka një diskutim, kur flasim për këtë çështje, kush e çliroi Kosovën. Edhe prap debati shkon në ekstreme, sikur na shqiptarët jemi të prim, mi prek ekstremët, pa mesin ku është e vërteta. Një pjesë jam kategorik që është e merit ekskluzive e NATO-s, edhe një pjesë jam kategorik që është merit ekskluzive e UÇK-s. Të paktën nga këndvështrimi jem është ndërmarrje e përbashkët. Jam komplementare. Nuk e përjashtojnë nga tjetrën. NATO-ja pa UÇK-n nuk kish intervenu, dhe as UÇK-ja nuk e kish pat rezultatin pa NATO-n. Po pra. Kushdo që veçon njërin ose tjetrën, e ka plotësisht gabim, për shkak se është mohim i një kontributi të secilit nga ata që i përmendë edhe më herët. Është mohim edhe i kontributit të komandantit Adem Jashari, ose është mohim edhe i kontributit të Bill Clintonit, Madeleine Albrightit, Robin Cookit, ose kushdo tjetër që ka qenë në pjesën e këtyre koncepteve të NATO-s për të intervenuar. Që kanë qenë kryesorë arsyeja pse kanë intervenuar. Prandaj është mohim, qofti njërës palë dhe qofti palës tjetër, nëse e mohon... Kur e ke mohuar njërin, i mohon të dyjat. Me që kanë qenë komplementare në leximin ten. Janë, domethënë, bashkëdyzim. Bashkëdyzim, sigurisht. Me një çështje me cilën nuk mund të prehet. Pra, sikur koka të ndahet për mjedis, është të njëjta, që me thonë... Që ju pëlqen shqiptarëve një shembull, më ja nda Shqipënia si në kokë. Dy ka Shqipënia, nuk... Me bo pak mënyrë metaforike kështu. Po unë i kum sjell disa fotografi, prof, që kisha pas qef me i komentue bashkë, nëse mundet regjia, çaq sa mundi me komentue. Disa momente nga çlirimi i Kosovës, nëse regjia është gati, kishim shfaqje ekran. Mu ka duk më e bukura kjo. Një ushtari UÇK-s me lule në dorë, që për mua është edhe e vërteta UÇK-s.
ka përfunduar lufta, fillon periudha e paqes. E ku më zgjedh qëllimisht sepse sot ka një përpjekje me kriminalizuar këtë guerilet lavdishme. Edhe vetë dokumentet ndërkombëtare, pra të cilat e kanë njoftë UÇK-n, këtë rast edhe marrëveshja e Rambujes, edhe marrëveshja e Kumanovës, të dyjat e përmendin, e njohin pra si ushtri qendrore e Kosovës, si organizatë ushtarake, dhe madje të dyjat e përmendin edhe procesin e demilitarizimit, pra që nënkupton një transformim, për shkak se misioni i saj është arrit. Sakt. Misioni i saj është përfundu, çlirimi i Kosovës, prandaj që UÇK-ja mbetet si një nga organizatat dhe politike dhe ushtarake, të cilat e ka kryer misionin e vet me ndershmërinë më të madhe, me krenarinë më të madhe, me përmbushjen e qëllimit dhe idealit të jashtëzakonshëm që ka qenë liria e Kosovës. Prandaj qëllim tjetër nuk kanë pas përveç çlirimit të Kosovës dhe zgjedhjen e lirisë, dhe natyrisht lulet që ju e keni përzgjedhur që shije në dorën e një ushtari, është se nga një armë tani është dhurata. Janë armë, por njëna e sjell lirinë, tjetra e mirëmban lirinë. Absolut, dhe kjo e nënkupton pra që liria nuk ka me qenë ma bardhë dhe zi, po ka me qenë me ngjyra. Për mua kjo është imazhi që e shkon UÇK-s. Nëse mundet regjia tjetër. Dhe i tillë është. Dhe i tillë është, po. Ku kemi një komandant të rëndësishëm, pa pjesën e politikës, paktën në leximin tim është një Adem Jashari gjallë që ecë. Nëse e gjykojmë Ramushin deri 2000-tan. Po, është personalitet që po flasim për luftën, është personaliteti ma i rëndësishëm i bërjes së luftës, për shkak Sigurisht, po. Që lufta pa komandantin Ramush Haradinaj nuk do të ishte e tillë. Nuk e dim që kish me shkuar nëse kish ra Glëxhani. Se thëmë si të tillë, jo vetëm Glëxhani, po tër zona operative e Dugaxhinit ka qenë një lloj arterie kryesore e mbajtjes gjallë të tër zonave të tjera, pra përmes zonës së Dugaxhinit janë mbajtur. Ka qenë kufini ku furnizuar me armë. Dhe ndoshta ka qenë edhe strategjia që ka përdor për të garantuar këtë funksionim të kësaj zone në formën e tillë, pra që ja ka dhënë epitetin e tillë vetëm personaliteti i tij. Pra nuk ka mundur t'ja jap dikush tjetër një epitet të tillë kësaj zone, pra gjithat funksione dhe gjithat rol, nëse sepse është dëshmu, pra është dëshmu dhe në periudhën e 98-s dhe 99-s, që në dy faza, domethënë tranzitore që mujnë me quajtur kështu, dhe transformimi i zonës së tretë, pra është vetë emri i Ramush Haradinajt. Sigurisht, pajtohemi plotësisht, nëse mundet regjia tjetër. Këtu e kemi ato që ja thatë ju shumë mirë, ku bashkëdyzon lufta dhe paqja, lufta dhe politika. Për mua shumë tha që është personifikim i një figure historike që i ka dy dimenzione. Si kur 12-ën e kohës Shqipërisë londineze, një figurë të kish pas edhe Ismail Qemalin edhe Izboletinin brenda. Unë e përmenda dhe me heret, pra ky është një personalitet i cili në kohën e luftës, pra dhe në kohën e bisedimeve në Rambuje është kyç, nuk është që tani ma është edhe e pashkruar, kjo është e shkruar edhe në kujtime, pra të vetë me protagonistëve, po, kryesor. E cila e veçon dhe është e pranuar dhe nga ata të cilët kanë qenë aty, pra kanë qenë pjesë e delegacionit në Rambuje, prandaj që faza finale e përfundimit të luftës natyrisht që e ka emrin e tij edhe për shkak të insistimit ndoshta të disa nga pikat kryesore që do duhet ishin marrëveshjen e Rambujes. Edhe në Kumanovë po ashtu ka qenë ky. Që ato janë vetëm Kumanova është derivati i asaj lufte, po fundi i luftës, derivati i Rambujes. Qarmatimi këto. Shkojmë një foto tjetër. Kjo foto është edhe një video që s'kom arrit me sigurue, për arsye teknike, është në Prizren, Helmut Harf, kur trupat serbe e lëshejnë Prizrenin, dhe aty një general serb ju kërkon kohë ma shumë se gjysmore. Përpjekje me fitua kohë ma shumë duke negociuar me këto, këto të kanë kaluar 2 minuta, të kanë me vetëm 28. Për mua shumë e bukur kjo.
Mbi bazën atyre 5 zonave, pra që vendosët për mu disloku trupat e KFOR-it në Kosovë, që kemi dhe më thonë KFOR-in Amerikan, pra Britanez, Italian, Frances dhe Gjerman, për që është të Prizreni, dhe që afati ka qenë që 28 orë nga nënshkrimi marrëveshjes së Kumanovës duhet të nisë evakuimi i trupave dhe natyrisht jo më larg se sa 7 ditë, pra që është një periudhë kohore. Natyrisht që pjesa që po flasim, pra për edhe si zonë gjeografike, edhe si pjesë është pjesa ma jugore e Kosovës, dhe për marrë deri të veriu trupat pak ma gjatë rrugë. Pak ma gjatë rrugë, dhe është dashtë që të vendoset pra nga atje, për shkak se edhe dita e çlirimit të Prizrenit është 12 qershori, pra që e në kuptojmë për qyteteve të para të cilat e shënojnë ditën e çlirimit, dhe natyrisht që kjo është edhe ajo pjesa e precizitetit gjerman. Pra gjermanët flasin me minuta dhe me sekonda dhe natyrisht që disiplina dhe precizitetit gjerman manifestohen të ky burri këtu. Absolut, edhe të këta 1 minutë është shumë i vlefshëm se sa po pra, mos i rupe ke kohën të negociuet, kanë shkuar 2 minuta. Saktë. Tjetra nëse kemi regjia, e kjo për mu ka shumë domethënie. Unë i kom përjetuar në Prizren këto, si fëmijë, kur ka një KFOR-i. Po këto janë tashti momentet e pritjes së trupave të KFOR-it, pra të cilat po hynin në të gjitha pjesët e territorit të Kosovës, po, varësisht nga zonat, dhe natyrisht që të gjithë janë pritur me ngrohtësinë më të madhe, me dashamirësinë më të madhe, sado që në disa pjesë, sepse këtu kemi prej 32 shteteve më shumë të cilat kanë trupat të KFOR-it në Kosovë. Për mu kjo është, domethënë, ajo që realisht mësohet në filozofi e kreat, jeta gjithmonë triumfon. Këtu rinis jeta realisht. Është gëzimi madh. Ju më se unë besoj keni qenë në kohën e luftës, unë pak më i ri fëmijë në klasë 3 shkollë fillore edhe marrin mend këto. Është gëzimi madh. Do të vetja i ringjallër. Unë po e them që është një nga momentet që nuk harrohen, pra pse nuk shumë momente tjera të gëzimit i harron. Po kjo jo. Ky momentet të tilla janë të cilat besin për herë në kujtesë. Ky, për shembull, kur e kom pa për herë parë tankun gjerman në Prizren, unë e kom ndruar përflirimin për tankun e për artillerinë, për mjetetur sharake, se deri atë kohë jemi pjekë, jemi edukuar me një që tenka veç dvret. E kisha të pabesueshme si fëmijë me kuptu që tenka dhe po të pështojka. Pas ka tanket dikuj që po na mbrojkan. Kjo ka qenë një nga momentet më të bukura një teme të paktën. Natyrisht që pushtimi që ka qenë serb dhe pushtimi i Miloševićit ka qenë i tillë që perceptohet dhe përfytyrohet prej secilës mosh në Kosovë dhe nuk ka pas tjetër përfytyrim që ka mujtë të krijohet, për shkak se ka qenë aq i vrazhët dhe aq i ashpër, sa që nuk ke mundur ndryshe. Pra ka mbjell frikën, ka mbjell torturën dhe ka mbjell çdo gjë që është e keqe dhe e vrazhët për popullin Kosovë. Prandaj pamjet e tilla japin atë simbolikën shumë të fuqishme që këto sjellin edhe siguri, për shkak se edhe qëllimi i tyre ka qenë për me sjell siguri, për me sjell qetësinë pra në Kosovë dhe për me mbjell paqen edhe me kultivu ato. Prandaj këto janë simbolika e kësaj fotografie që natyrisht e kanë perceptuar edhe i gjithë populli në atë kohë. Na ndron përftyrimi por një element rëndësishëm që çfarë është ushtria. Dhe kjo është një kohë shumë të shkurtë. Dhe ja për mua ndoshta figura kyçe aty në zhvillimeve kur shqiptarët kanë qenë në kryq historisë, shqiptarët e Kosovës. Wesley Clark. Po është një nga personalitetet kryesore të lirisë Kosovës, pra çlirimit dhe të lirisë së Kosovës. Dhe natyrisht nëse i referohemi përsëri asoj që vetë ky ka shkruar dhe ka thënë, kemi 2 momentume shumë të rëndësishme që ky është tepër insistues për Kosovën. Është momentumi i parë që ky
është shumë insistues dhe i ashpër në raport me trupat ruse në Kosovë, i cili kërkon që të ndërhyet sa më shpejt të largohen kushtarakisht. Pavarësisht pse qasja e Jacksonit ka qenë ma liberale, ma negociuse. Ma e butë në raport me ta dhe ka prit. Ky si general amerikan e ka pas edhe një përvojë me ta, luftën e ftohtë. Absolut, dhe ky kërkon që me njëherë të intervenohet. Po. Dhe çështja e dytë është çështja ku ky nuk e kupton pse amerikanët nuk shkojnë të vendosen në veri, po francezët. Pra, pse ka një, mos insistim të amerikanëve për vendosje në Mitrovic, për këtë rast si zonë tjetër, pra, ku duhet... Çka thotë libri ky aty? Dhe thotë, nuk e kuptoj pse s'ka pas insistim, pra, të amerikanëve, dhe mandej me njëherë ka ardhë kërkesa prej francezëve që ne... Duhet jemi aty. Ne vendosim edhe shkojmë në veri. Dhe kjo është, domethënë, dy pikat që i ka pas shumë të rëndësishme, dy mendime dhe qëllime shumë të rëndësishme, pra jo rastësisht i pohon dhe jo rastësisht ka insistu, për shkak se arteria siç ka qenë pra aeroporti i Prishtinës dhe vetë pika mbajtjes në kontroll nga rusët, që në fakt sipas po ashtu shënimeve të tij dhe të tjerëve që kanë qenë pjesëmarrës tu, që ata nuk kanë qenë rusë, po kanë qenë të serbë të veshur me uniformat ruse, dhe natyrisht që çështja tjetër që ka dalë shumë ma kuptim plotë dhe çështja e vendosjes së amerikanëve, nëse do të ishin vendosur në veri, do të ishte situatë tjetër pra në Kosovë. Këto janë pra dy pika që dashta mi veçu në raport me atë se si ka dikur dhe si sa ka qenë nga shpamës. Ne jo shumë ky personalitet, se jemi në fund të emisionit, po edhe një pyetje. Në leximin ton, në çfarë peshe ka me zonë Rambujeja dhe Kumanova si derivati saj në historinë tonë? A ka qenë e favorshme për shqiptarët konferenca Rambujes? A ka qenë mirë për ne Emirat të roqë mohabetit? Pa marrëveshjen e Rambujes edhe nuk do të ishin asë një nga këto... Proceset që edhe i panë, po. Pra, Rambujeja është pika referente. Nëse nuk do të kishim ne Rambujen, pra atë marrëveshje të nënshkruar, ne nuk do të kishim as liri dhe nuk do të kishim as shtet. Pra, me thjeshtësu në kuptimin e saj, është dokumenti më i rëndësishëm për shqiptarët në Kosovë për të ardhur edhe 12 qershori, pra si ditë e çlirimit, edhe për të ardhur 17 shkurti 2010. Pse? Për shkak se ato janë 3 pika që vendosen aty, janë 3 pika themelore. Pra që thotë, nuk ka kthim prapat 99-ës, që do thotë ne nuk shkojmë më mbrapa. Nuk shkojmë në okupim. Dhe çështja tjetër thotë nuk ka domethënë ndryshim të kufive, pra që është një element thelbësor, pra që Kosova do të jetë kjo që është. Dhe ana e tretë thotë statusi i saj do të shikohet pas 3 vite. Pra statusi që i ka dhënë perspektiven e vendit që nuk do ta ketë statusin e njëjtë. Pra, në momentin që thuhet statusi i saj diskutohet pas 3 vitesh. Na ka hap një shpresë të pavarësia ku ka qenë synim. Kjo kupton që ti nuk do të jesh prapë në gjendjen e njëjtë. Prandaj këto janë elemente që flasim ne deri më sot. Dhe marrëveshja e Kumanovës është marrëveshja që kapitullon Serbinë dhe Jugosllavinë. Pra është marrëveshja që ata nënshkruajnë kapitullimin. Serbia nënshkruan kapitullimin. Njëri nga ata personat që e kanë nënshkruar dhe që është i dënuar si kriminal i luftës, pra Pavkovići, është personi i cili me dorën e vetë pranon kapitullimin e asaj armate jugoslave. Dhe tash, nëse nuk do të ishin këto, ky dokumenti i parë nuk do të ishte edhe deri te kapitullimi i Serbisë. Pastaj do të flisim për pavarësi mbrapa. Absolut. Dhe natyrisht që në marrëveshjen e Kumanovës do ta shkërqes edhe një element, është se ajo qartazi thotë tërheqjen e ushtrisë dhe sigurinë e kufije, që do thotë 5 kilometra në aspektin toksor do të ruhet, pra nuk guxon më afru më Kosovës, ushtria e Serbisë, dhe 25 kilometra në aspektin ajror, pra në atë që është si elementi i sulmit kundër ajror. Pra, krejt ajo artilleri do të zhvendoset... Edhe hapësira ajrore me qenë i siguruar. Absolut. Pra, këto janë 2 marrëveshje që për ne janë po ashtu të rëndësishme se sa është deklarata e pavarësisë e 7 majtë shkurtit 2010.
Profesor, unë falenderoj shumë që ke gjenë kohë, ke qenë pjesë e këtij emisioni. Me shpresë se kemi më takuar prapë për tema tjera nga historia. Dhe kështu ndami shikues të dashur, ne shihemi javën tjetër, ju mos ndroni kanalin.